wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ba'd. Të nderuar vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me ligjëratën e katërt në radhë në kuadër të serisë së re që kemi filluar njohja e vetës në dritën e fjalëve dhe veprave të dietare. Në këtë pjesë është vëllezër autori sjell fjalë dhe tregime nga dietarët sahabë dhe dietarët që kanë bojnë me mendjen, pra dhe kjo është ligjërata e katërt në mendjen dhe rëndësinë e mendjes, cilësitë e njeriu të mençur, por edhe se si duhet të shfrytëzoj begatinë dhe të Allahut që Allahu e ka dhënë njeriu dhe njeriu mençur. Fjala radhë vëllezër është flet për rëndësinë e gjuhës, si një begati e madhe që Allahu e ka dhënë njeriu. Dhe ka sjellë një fjalë të një dietore të madhe Muhatim, i cili thotë se gjuha i ka 10 karakteristika dhe cilësi të cilat njeriu i mençur duhet me ditë me i përdorë dhe me vendosë se cilën në vendin e saj të duhur. Gjuha është dhunti shumë e madhe, është begati shumë e madhe, përmes cilës njerëzit kanë mundësi me përfitu shumë, por unë Zot mundet që edhe përmes gjuhës ata me humbë dhe me pas pastaj pasojë nëse nuk e shfrytëzojmë se si duhet. Thotë ky dietar lisanu fi 10 khisalin yajibu 'ala al-'aqil an ya'rifaha wa an yada'a kull khaslatin minha fi mawdi'ha. Gjuha i ka 10 cilësi, karakteristika të cilat njeriu i mençur duhet me ditë çish mi përdor dhe ku mi përdor, ose cilën me përdor në vendin e saj. Karakteristika e porta shpëzër të gjuha thotë datun yudhiru biha al-bayan, është mjet përmes cilës njeriu komunikon dhe shprehet. Përmes gjuhës njeriu komunikon me njerëz, tregon çka po don, flet, njihet e kështu me radhë. Pra është mjet përmes cilës njeriu shprehet. Andaj ka thonë për vetë sallallahu alaihi wasallam inna min al-bayan la-sihra. Vërtet komunikimi ose gjuha mirë është një farë lloj sihri. Pra kur njeriu din me fol mirë, është orator i mirë, ka thonë për vetë është sikurse një farë lloj magjie që ua bën njerëzve sepse ua mush mendjen. Gjuha është mjet i komunikimit, i sqarimit, andaj duhet me pasë besimtari njeriu i mençur duhet me ditë me përdor. Sepse është mjet i jashtëzakonisht i rëndësishëm e profetit, po paralajmëron se oratoria thotë është një farë lloj magjie në aspektin e ndikimit, jo që është magji, për njëri kur është orator nuk e thuhet që është magjisor, por magji. Por mundet me ndiku tek njerëz sikurse një pa bën magji. Është peshen edhe në kohën e sotit. Ata që po dinë me fol, ja mushin mend. Dytë do shumë të thotë wa shahidun yukhbiru anha ad-damir. Gjuha, thëtë subhanallah, është dëshmi, është argument i asaj që njeriu ka brenda. Kur na nuk e dim çka ka njeri brenda përveç kur flet. Veç kur flet. Përmes gjuhës tregon se kush je, besa dhe çka mendon, me çfarë idesh ke. Me bo mos me fol, rregull, s'podim. Andaj me pas kujdes, sepse gjuha, ka thonë, është ai që i nxjerr, ai luga që i nxjerr çka po zin njëri në brendësinë e tij.
Gjuha i nxjerr jashtë. Dikush qet gullash, dikush qet helm, dikush qet limonata. Gjuha është ajo që nxjerr jashtë. Pra po thot është mjet që të tregon ose është dëshmi, argument për ato që njeri ka brenda në brendësinë e tij. Ja se keni mundësi me ditë njeri në shka ka, s'kam shefa i zarë me ti, po kur flet e dina. Subhanallah, është të thuhet që një person ka ardhur në dersin e Ebu Hanifes, Allahu më mëshiroft, dietari i madh. Ka një person japanxhi edhe nuk penje. Thuhet se Ebu Hanife ka pas komen pak shtrit, për shkak se në pleshni, e kur ka orë kjo japanxhi ul ofër, e ka mbledh komen. S'dihet kush del ky. Edhe ka nguaj dersin, në fund ka na bën një pyetje. Hajde për ai kruht. Me bo me ro bajramin në Ramazan, çish do të mja bo? Ka thonë shtrije komen e Ebu Hanife se s'ka ka rrezik shumë. Pra deri sa s'ka fol, i ka friksu një farforme. Dhe ka thonë ky mes i di ka shumë i mençur. Po kur ka fol, e ka po që shtri kom shtri se s'po sa kur gjo për i ti. Andaj do shumë dëzër ka njëherë më mirë është shumë për i besimtore mos me fol. Se kështu në pomje mashallah, të knoq, po kur t'ja nis me fol, thua ma mirë mos t'i shumë. Si dhe mos kur s'den. Ose me fol në fusha që nuk den. Që ato që e ki zanot, ki e një huri, fol. Që ato që nuk është fushë ju e tja mos fol. Sepse pra gjuha është të regon se që ka ka njeriu në brendësinë e ti. Tre thot këtë dietar prej karakteristikave të gjuhës është një farlloj zëdhënësi, përmes se cilit njeriu pra ja përgjigjet komunikatat, gjuha, përmes gjuhës. Gjuha është e zëdhënësi zërtari i njeriut, i cili flete, komunikon e kështë në mëra. Katër të dashur vëllezër, thot wa hakimun yafsilu bihi al-khitab. Dhe është një farlloj gjykatësi përmes së cilit njeriu merr gjykon në çështje të caktuara. Gjuha. Pra është edhe lloj gjykatësi për njeriu kur e jep mendimin për një çështje, përmes së folërit, përmes së gjuhës së tij. Pestat wa shafi' tudriku bihi al-hajat. Dhe është një farlloj ndërmjetësuesi përmes së cilës njeriu i arrin kërkesat. Tregon a ka nevojë diçka, ka në det, ka në gojë, ka njëherë mirë edhe pa folë, heq ndoshta mundet mu kuptu se ka në breng, po përderisa nuk e shpreh, nuk e di më bo. E kjo është në rëndësi që njeriu mu shpreh do shpëzër. Mu shpreh, edhe kur ka në det, edhe kur ka në telashe, edhe kur ka në gojë, me shpreh, sepse ndoshta njerëz ti e din e thu pse këta s'po më thoi, po se kanë ditë ose s'pe din, s'pe mujna me kuptu, nështë të si që është meqen që në bosë të levizën me kuptu njerëz. Dhe është mirë që me përdo të shërëzër, gjuhën që njeriu për me mëri edhe nevojë dhe kërkesat e tij. Dhe Zoti sot të shërëzër, ata cilët po din me fol, ata po mëri. Kush s'flet rrim, do është a i ka krejt, është i përgatitun, e ka shkollë, po s'flet. Ne një që është lafazan që shtojnë të na, ose oratur më mirë me i thonë, ja mu shmenen, edhe ja qelë veti rrugët. Pra përmes gjuhës, kjo është dhunti. E kjo djeton po njeri mençur është ai që din me shfrytzu, sepse kjo dhunti është dhunti e gjuhës.
Sa njeri është i mirë, me tëna cilësit e mira, po s'flet. Edhe kur s'flet, s'munesh asë me ditë çka po dënë, aso din, aso munet, as ku e ka opozitën. Këto fjallë të shëtëtë që kam përmen këta djetarë, këto fjallë njerëzve ditur, që i kam thonë me dhije dhe përvojt gjatë. Shtada shëllëzër, ose 6, u wasifun të arifu bihi e leshja, është një farlejt sërusi e sërën gjonat, me gjuhë njeriu sërën çka po dënë, çka ka dosh me thonë, kush është, sërën shumë gjona. Pa folë është problem. Ndë është kjo dhënti, e modë është shëzër, që Allah Azza wa Jalla ja ka dhënë njeriut. Wa hasidun yudhibu dhaghin. Subhanallahu, është një farllëj mirë që i largon idhnimet ose mendimet e këqija. Ka njëherë njeriu ndoshta ka një farllëj, e fiton një farllëj mendimi të keq për dikon, edhe e man veti. Ndoshta ose edhe i ka ndodhur ndonjë sjellje jo e mirë, e gjuha subhanallah, po thotë ky dietar përmes gjuhës ka mundësi që njeriu ose me shëru çat plagën që dikush që dikun ja ke shkaktu. Qysh? Për shembull me thonë ma bën Allah, kërkoj falje. Për çit fjalë ndoshta me vjet mon veti i note, mërzije, gjelozije, mleth, për që të fjallë. E këtë djetarë po dhëtë është një farlloj mjeti që e largon një dhënimin. Madje do shëzër prej fjallë që po i thojnë të ashtë këta në këtë botën bashkëore, këto trajnimet që po mbonë aftësose, i kanë nëmëru disa fjallë magjike. Fjallë magjike thënë të lutem, unë falë, pra është fjallë që ndikon qatë shumë tek personi që i drejtu është për mes tyre fjallë dhe shpreje, sikur se me i bo magji, edhe mrena në shpej, Po ne, s'po mujna të që të zërë, s'po mujna fatkesisht, s'po mujna me te kalu atë unin që kemë, dhe me i thonë njëni tjetërit, me i thonë besa edhe bashortës të njëherë, edhe vllaut, po edhe djallit, po edhe fëmijët, me i thonë, më falë, nëse ke gabu, lutem, ose xhamatliut, ose kojshtisë kështu me radhë. Subhanallahu, zotër është shumë e rëndësishme, pra gjuha është një mjet që përmes së cilës njeriu i largon ato idhnimet që ndoshta janë brenda. Dhe kur gjo nuk ja largon ati vetëm se gjuha. A i vesh tret me thonë më falë, ma ban Allah, qikash, edhe te e shetane. Madhe dhe shuzër, disa njerëz ose që merren me këshillime dhe me zgjidhje të problemeve familjare, mes tyre dhe hoxhallar. Kanë disa përvoja interesante në zgjidhjen e problemeve familjare. Thotë ndodh që vjen dhe për shembull, ka ndodhur, ka të në hoqë, këmë dëgju me veshtin të ka orë një herë, një grua, për një problem me bashortën e saj. Bashkë me burrin të kanalë. Kemi një telashe me zvetje dhe po dojna të filoni që është i mençur me shku, me ja tregu problemin edhe me marrë këshille, qysh me te i kalu qëtë problem. Thotë, ka fillu gruja me full. Ka full, një orë, fase këmë nëllë, që këmë gëmë hishmë. Folë shlirë, hishë se këmë pengu.
E qiti, keqa ka pose, kështu, kur mas një, i kohë gjallë. Tash ta mirë jo. Unë ka lej, nuk ka njerë ka nevoj njëri qka? Me qitë Allah. Lejlet fletë, lejlet shyjet, edhe në ta thosh në i fjallë jo të mirë, e ka lënë. Po mos me lanë me folë, që është zakonisht tek nesësh i shujti, s'ku zëzoni në të një, veç subhanallah, këtë është realitet, veç mushet me me. E tani dikuna për ndodhe me keqja, këto të lashe, këto smundje, këto, po vindi ka të lashe të zërë, po vindi ka. Për shamu, për e shkaktarët që po përmenim zakonisht të kohën bashkëkohore, të infraktit, të sulmeve, është stresi. Ka po vjen kë stres. Kërë të në të mira të kemë. Flasë të mira materiale, se diçka po në mungon. Po të mira materiale, në pasë se cilë po vrapojmë, i kemë, alhamdulillah. Po ka diçka tjetër që te da shumë dhe thëtë, subhanallah, po është të është një lloj mjeti gjuha për me se cilët shtohet dashnia. Subhanallah. Allah, profeti për thëtë, sallallahu sallam, thëtë, gjuha mirë, thëtë, është lloj magjie. Me përdor shprehje të mira, sikur se me i bo magji. Shten me dash të shtohet dashnia. Amo, me rola, me shkull, po jo, edhe veç që shto me komuniku si me konë në shtri, nuk ka të dashnia komunikim. Nuk ka, asë shpet, asë në gjamija s'kërkon. Subhanallah. Qëfar shprehisht mira kalon profeti alayhi salatu wassalam dhe në ka përësit me i përdor. Qëfar komunikimi ka pas profeti alayhi salam me familjet e ti, me familjarët e ti, me bashortet e ti, qëshësirë, me fëmijët e ti qëshësirë, me shokët e ti qëshësirë. I ka thonë Allah azza wa jalla, ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بثبت بيانات السلام آيات قرآنه ولو كنت مباسين أشبه برام الصحابة غليظ القلب ذا مزامر تنقل لانفضوا من حولك إشينيك بريتيه Ishit Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, këta burrat më i po të mësë më pasirë, ti mirë me ta. Dhe sahabët tjerë ishin lërgu për te, s'kishin përkra, s'kishin ejtë gatë në natë. Kush? Gjuha, komunikimi mirë. Atina i ka bësjesh, tonë i ka bësjesh. Dhe dini atë rastën që ka thonë, jam nësë në mund dhe më shumë, sari ka folë, ka prit me bësjeshe. Ka thonë, wa tebessumu fi wajhi akhika sadaqa. Bësjesha në ftyrën e vllavut tënd është sadaq, o vllau musliman. Tebessumu fi wajhi akhika sadaqa. Sadaq më me dhon me bësjeshe. Nështë ka për i beseto që kur që sadaq se ka përvu. Se kur më rola si je. Bësjeshe. Ftyrë me një prit njerës me qejre, edhe në shpeku të shkojsh. Subhanallah është, thuhet për një pej në djetarë do shërëzër, që ka qejre, hoqë i malë, djetarë e ka pas taj edhe qëndrimin e ka pas si pas pozitës që ka pas. Dia, posti, dëmë pak të qëndrimi pas, pak ma serios. Por të kur ka hinë shtëpi,
Kur ka hi në shtëpi, ka hi të jesë në kohë me ndurë. Një që si të henë fëmijët me njerë, një gjumë në qafë edhe me lujtë me tërë. Qëto e kam pritë, me qërë. Pra, si ka hi në shpej, tjetër u kome. Tjetër u kome. Së të koplet besimtarë, që ma shalat e barakë, me vlazni, me vlazni kësit, tja ashtu. Ashtë happy, ashtë qadros, kafe, muhabet, kesh, atmosferë, po kush kënë shpes, ku kush me i full. Vesh të shpia i bin gojle, i bin me gojle që i kohë, probleme që i kohë, të lashe që i kohë. E gruja s'ka faj, fëmija s'ka faj. Vëllaz dashur, fëmijët, prej arsyeve që sot fëmijët po lakmojnë dhe po kanë dëshirë me najnë telefon, fëmiju ka nevoj me lujtë. Edhe zina, nuk dina e 2 vjetë, 3 vjetë, nuk dina ndryshe. A i ka nevoj më knoqe, më rotullueme, ka nevoj, që është të fëmija është taj. E në munges, ka nevoj e në munges që sojt dashnis që i ofrën prindi, vlau, motha e kështë më rodhë, a i duhet me shprej ato diko. Edhe që ato e gjonë, vetën ato si aprish kërkush. Kesh, në shënë këqyrë që qka me rëndësi është me bo të knoqët e ndjenë një fardhej. Andaj edhe ashtë të thujnë mungesa prej arsyve që sot të rritë po anojnë disa, po anojnë ka telefoni, ka programe se po ju mungon ose nuk mund me gjetë atë dashnin që dohet me pas thëmiju. Në veç një dashur dhe zërë kanë djetarët, vajzat duhet me trajtu ekstra më mirë. Vajzat duhet me trajtu prindi ekstra më mirë. Dhe mi përmbush për shkak se nuk e din nesër ku ka me dalë, ku ka me shku. Ndoshta ka me mungu pastaj. Dhe mon ai dashnia që e ka prungle dhe ka më lutë të prind me vite që e mon. Ndoshta e qëllën në i burë që si ofrën. Andaj kemi po për vetën se do shëtëzër, se qysh është sjellë me Fatimën radhiyallahu ta'ala, me vajzën e tij. Kur ka hi Fatimën në mezhlis, ku ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është ngrit në kohë. Ja ka shu hanën, e ka puth në bodë dhe ka ullë menën e vetë. Këto ka bërë veç me Fatimën. Dhe jo e që më kaqë, për edhe i ka shëri. Ka thonë, Fatimja është pjesë e inja. Pjesë. Bëjo është ke shpirtit është. Pra, ajo që ka e lëndën, ato më lëndën mu. Me lëndu ato është me më lëndu mu në shpirt. Që shtu i ka thonë shokët e familjarët e. Duhet me shpejt ti nështë e dënë fëmiju. Po si a shprej. Thuj, ka njëherë nështë edhe se dhe mësë me gro. Bën ka pak. Mi thonë, bide dhe mësë da shumë e zemër, thuj, s'ko me ty e du shumë për shamo. Një farëndaj politike me përdojnë. Me fëmiju është nyshe. Po edhe mësë me shprej, edhe me do është në zemër, nuk po di që akitin në zemër. Shprej. Një prej profesorëve në Mendim thotë e këmoj një trenim që shto për me respektu familjen e gratë, me dashtën, me një farë që
Qëto problemet bashkëhore që ka e ndalë në familjes, që të përkohë nevoj ka njerë edhe muslimanë mja ka du disa gjanë. Të erë muslimanë është do shpedit për spedin. Dhe thëtë i komodin të trajnim edhe i ka këshilu që shtu me thonë grus të duhe, është të valoj një unë e thëtë së mëjë me thonë kërë. Së mëjë, i ka duhe që është burri me ronë qatë nivel, me në shkruja dikon që të pasyra, me rëndësi gjojë në i shprejje, ose në i mënyrë për me shprejje nga se të shëllëzër e shtënë pra, e shtënë komunikimi mirë, ose gjuhë mirë, e shtënë dashnim. Në të shëllëzër prej karakteristikave të gjuhës, është një farloj ilaçi që e pastran zemrën, e shnorë zemrën. Një farloj zbuci, e zbuc zemrën Allah. Mundë njëri me pas najt e lashe shumë të madhe, mërzi. Këto vrejmë ma shumë në raset të teke për shumë. Me që zote dikën, me shku me ngushtu dikush që din me folë, që është orator. E din që farë lecime njën ata. Gjuha është lloj zbuci i zemrave. Me shprehje të mira, me fjalë të mira, me komunikim të mirë, njëri t'ja lecon edhe mërzim, edhe dhimbje. Zatë në do shokëzër sot një pjesë e njerëzër, një pjesë e madhe që kanë, që nuk vuajnë për pare. Një pjesë e njerëzër sot e madhe, nuk e duke vujt për pare, as për kushtin. Se krejt djele që i ka i koj ashtë, ka pare bëllë, po s'ka kush jazbut zemën, s'ka kush i fletë. S'ka kush i fletë. Ose ka në njëherë ndonjë të losh, e ajo të losh ose ajo mërzi që e ka nuk i kalon ati me pare. Edhe një aquë mira erë ati se kalon, por nështë një fjale mirë, që ajo është duke mungu. Andaj po thotë këtë të thotë gjuha është një lloj zbutësi i zemrave. E është mirë me përdorë, mozë. është mirë me përdorë. është mirë me përdorë, ose mëne. Subhanallah, assalamu alaikum. Kënë komet më rrasisht. Assalamu alaikum, kur të shpej. Assalamu alaikum, kur të në gjami, kur të akojsh besimtare. Kjo është, nuk është veç përshëndetje thjesht. Kjo është përtej përshëndetjes. Përshëndetje hyjnore që i afron besimtarët një afërsi dhe edhe thjetët në shëtëzër dhe po është të gjuha është mjetë në kushtëllimi për t'i largu mërzit që i kanë njerëz. Për mes gjuhës, fjallës, shprehjeve, ja lehtëson njeriut, ja largon mërzin, dhimbjen e kështu me radhë. Në dashur nuk është pak që njeriu me vizitu dikon që ka të lashe, edhe me vizitu është problem, po dhe mja thonë dhe fjallë të mira. Po është dashur për natë është një tjetër fjallë të një tjetë djetar, thotë ka thonë në Buhatin, gjithashtu. El-aqilu la yu'adi ala al-halati kulliha. Njeriu i mençur, thotë nuk është shumë konfliktues. Njeriu i mençur, se dikush çdo herë ngatresa, me të tonë ngatrohet. Ka sidhen belabje. Thotë njeriu i mençur nuk bjen bashkë letë në konflikte nga tresa me njerëz. La yu'adi, nuk bjen nga tresa gjitha rrethonat. Sepse thotë, li'anna al-adawata,
Sepse ngatresa thotë nuk ka mundësi me kështu për 2 raste. Ose jetu ngatru të armiqësu me një njëri të meqër, ose me një njëri jo të meqër. E thotë mu ngatru, mu armiqësu me njërin e meqër, të meqër shka është, mundet me dollë keq. Sepse ndoshta ta kthen një mënyrë, a i bën sobër njerë, por mundet pastaj me të revanshu një mënyrë që i bjen pishman. Ose thëtë rasti dytë është, nuk është i menqër, nështë është pak, nuk është bashkë në rejë. E me qiftin e tina, me ronë konflikt, është edhe ma belo se me të pore. Se kështë ta falë të kiku. Atë shona, atë fyena, publikisht, edhe tani bjen pishman që hine me të në komunikim. Jiri me që dhëtë ruhet, nuk bjen fort për fjolla nga tresa konflikte me njerëz. Sepse ose i bjen puna, mundet me pas punë me një të meqëm, e pastaj nuk mundet me pështullet, ose me një ahmak, i cili strun ty, aje hoxha, agjia, i meqëm, a kush je, ta thët fjollën e nëronë të pore, a mo veti kifajet. Veti kifajet. Sepse i ronë nivelin e ti. E njëri me që bëtë nuk bjen në këtë nivel. Kurse e fundit për këtë ligjerat është fjalla e Imam Shafiut, subhanallahu dhe është një fjalla e zakonisht e madhe dhe rëndësishme, që flet për mendje, por të regon se edhe mendja është një lloj, është gjymtyr, e cila ka kufinin e saj. Thot qala Imam Shafiu rahimahullah, inna lil aqli haddan yantahi ilayhi kama lil basari haddan yantahi ilayhi. Mendja e ka një kufi, sikurse edhe të pamrit që ka një kufi. Mendja është shumë e rëndësishme. Shumë është në rëndësi. Është dhënti dhe begatia zakonisht e madhe, por megjithatë është e kufizuar. Sikur se thotë që është të pamrit shiqimi i kufizuar, apo shihni diçka mbrapa çti muri, apo shihni diçka. A do thotë që ju nuk po shihni ja, amo çto e ka fundin. Çfarë do thotë është mendja? Është dhunti, begati, e të madhe, por prap është e kufizuar, që do të thotë se duhet me ditë me përdor dhe mos me hi, ose mos me kërku diçka që ka mene nuk mundet me mëri. Jo, veç kimi më ka du që ka është të mropo, po nuk është e Allah i ndërru. Nuk është. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allahu ka thënë Kur'an. E një kjo është dhomë prej dijes vetëm se pak. Pra ajo që e dini ju është pak, shumë pak në krahasim me ato që nuk e dini. Vetë të shlozën veçanti, që nuk është ide që njëri mos me përdor mendjen e logjikën e jo, me zhvillu, por tregon se janë disa gjëra që mendja nuk ka kapacitet, s'mundet me të përballu. Në veçanti gjërat mshefta, për shembull, që kanë të bëjnë me të ardhmen, vdekjen, jetën varreza, dënimin vallë. Ka po njënë një farë lloj dileme. Ka thonë, qysh ka mundësi, qysh pas ka mundësi mu dënuën njeriu në vallë, njëni mu dënuën tjetëri me shiu begatit, atë dy vorët në gjetika. A i ka dosh me sfidu fejnë dhe argumentet që ka thonë për vetja selam, besimtarin vorë ose është kopsht e kopsht e gjelit, ose është gropi, ose në të marë ujtë e rabela. Kjo ka dosh me sfidu. Qysh pas ka mundësi me ndodhë dy vorët në gjithë, njëni kopsht
e tjetëri zjarë. Edhe këta s'po ndikohen. Ibn Qayyim rahimahullah e ka sjellë një shembull thjesht. Veç pak me perafru që është ka mundësi me ndodhë, ka thonë ndoshta 2 vete të fjetë në shtatë. Jenë të fjetë në shtatë, bashkë. Njoni për tyre të është duke po një onër cikletshme. Këtë tjetëri është të knoqë, të më qërshia të kënërë knoqë. Kër i del gjumë i këtina, thëtë kuku, që o bobra, thëtë, këtu më prej dikosha, këtu më my dikosha për shambull. Dhe të valloj në kështë të knoqë, bile ma prishe gjumë për shambull. E ka sjellë një shambull shumë të thjeshtë, që në ndodhë dhe neve, pro pas ka mundësi, bashkë me qenë me një shtratë, e aje me hikë dhe me vujtë e tjetëri ku knoqë. Mendja është shumë nëseshme, me gjithatë është të kufizuar. Andaj thëtë, duhet me përdojnë, më shqipë duhet me përdojnë, me që ka që soja ka dhonë Allahu kapacitetin. Edhe kjo është me të regu që jo të gjithë njerës janë të barabarë, dikush është ma i zhvillumë, ka mendjen ma të zhvillume, e ka zhvillume Allah, si ku në fitness. A që përdojnë fitnessin, a që hecë, i zhvillume muskujt ma tepër. Edhe mendja, me letzim, zhvillohet, edhe të nejtë TikTok, bëllë pak zhvillohet, Allah në përmisë të jara për alë. Zotin e rofti e rujtë, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.